shpejt ja doli të jetë ndër personazhet e rinj të skenës më të preferuar. Diellza Dema, me prezencën e saj online, por edhe me rolet në seriale, ka marrë zemrat e kosovarëve. Por puna e saj, sidomos në projektet e profesionit, është diçka që e bën me shumë qef, çka dhe reflektohet tek ajo. Për angazhimet e saj, historinë e dashurisë, martesën brapa skenat e serialeve, sot Diellza rrëfehet për Priveva Liberta Spahiu. Edhe a mundesh me besu që kur është e diel edhe na kena xhirime veç kujdes lutëm. Se po vjen. Kur kena xhirime, unë edhe ata tjerë na kena qef alo me najt atë, nuk na shkotën shpej qash mirë që kaloj. Problem është pak në xhirime, mos me darë në shku të shpia masit kryo. Në zakonisht ku do që kom gjiru me se s'kom prit me shku në shpe kur jën kryo, ose provat ose diçka mo me zyre për punësim, kena qef me najt derivune. Dhe shumë shpesh ndodhë që e vazhdojnë anajën. Asve Diellza nuk e ka besuar që jeta e saj do të merrte këtë kthesë që mund t'i atribuohet një rrjeti social TikTokut. A din qysh, kur e fillova TikTokun, ka ndryshu shumë sene për mu. Ekstrem shumë, ka ndryshu komplet jeta. Kom fillu me bu diçka krejt ndryshe. Se nuk është që kom mujtë shumë me tregu në vetën a për role. Se kur ti jepet një rol, ti dush me studiu për atë rol me bu krejt diçka tjetër, në ashtë edhe s'pëlqen. Po në TikTok kom mujtë me tregu vetën në qashtu që shduane, me tregu që di me bo imitime, me tregu qka mujën e me bo, edhe qajo konë ashtu synimi jam, me tregu qka me oftë me bo. Ma ndej prej saj më kanë ardhur edhe shumë projekte tjera, që njerëz se kanë po qka jo më në oftë me bo, edhe vetë se kanë fillu projektet, jënë shtu dita ditës, edhe tash prej shoh vetën që çdo ditë po më shumë e ngarkume me punë, që është shumë mirë, se s'bën me najt. Nga të gjitha imitimet, cilin e konsideron që e qan? Shrekun definitiv. Unë nashta që kom këshirë shumë filma vizatu mi di edhe për menç. Edhe tash kur i njën shumë të fillon vish me i marrë ato karakteristikat e tyne, edhe të bohën tuat. Ma ndej që shumë të najtë veçani si e thëm një tekst një filmit qka do qoftaj, ose një serialis, ose. Shumë imitime, po edhe për ka Big Brother që si ja ki do në kes. Atë ka Është e vërtet. Fjallë prej shpanoj që ti thonë kanë tonë që se ki po si ta dush me fshi. Jo, për ndryshëm kanë komplimentu. Ju ka ardhë interesant, ju kanë pëlqy. Nin, a du të me thirë në Ergjibanin e Sanis? Me qika? Pa qika, neve na ka thirë kejt? Me qika me nuse. Vesh me një nuse na ka thirë. A pe thirë me qika? Rastësisht u bë personazh dhe gjyshja e saj. Historia si nisi gjithçka është epike. Për e të këtë mini fanë që ja ka javë mesa. Gjyshja shumë pi pëlqen, kritë për shkrijet ajo. Në Ergjibani ka ardhë shumë rastësi ka qenë ajo, se kemi qenë për një metu e bogati listën e të ftuarve, listën e njerëzve për dasëm të motrës. Edhe kur kemi qenë të e bogati, tash ishëm të diskutu me gjyshën se ajo ka pas te i përqef nga me athirë asaj krejt familjar, krejt. Dhe me thonë ma shumë ka pas këtu prej anës gjyshës se sa që kem pas na shoshni ose që ka pas familjar të mami, gjysha ka dash krejt familjar të saj me i ftu, edhe na tash na kem dasht ma te për familjar të tonë me qenë atë, se shoshni kem dasht ma shumë e ftu, po gjithsesi dëshira i është realizu gjyshës, si ka ftu krejt ata që ka pas aje qif. Edhe kemi qenë të e bogati listën, edhe tu diskutu me gjyshën, ta është ajo e mërë të për seriosisht, kur na i thëshme për dikon jo. Edhe motra më tha, nëzere telefonin, tha, nisja gjyro, se sigur të ka me kërsi diqka. Edhe vish pithomë në ashtu, në Ergjibanin e Sanis, në Ergjibanin nuk eksiston faktikisht, të smishon me përmend emra që janë real, mandej me u prejk dikush, është dash me gjithë një emër që s'është hiq në rritin ton familjar. Në Ergjibanin e Sanis nuk ka ekzistu, kështu që veç akom fut këtë. Edhe veç e kom postu. Në Ergjibanin e Sanis nuk është për artë, po që në Ergjibanin e Sanis... E kanë krejt, po. A ki me tira dhe në të nëgjës të në? Jo, së më zbe ka nëgjëq, heq. Fisë kime po ka nëgjëq që e dasëm, e ki përmen që po më po ka gushtë, që në anë si që ka raf pika. Që ki mu shumë anë që po më po ka gushtë. A di që unë këtë vit nuk kam e bo dasë. Miria, nëse ka piju djallin. Unë po besoj që vitin tjetër e bëj një dasë, më halë nuk jem me sigurt. Po, gjyshës nuk jem t'ja përmend heq. Se e di qëfar zhurme është bon shpet për motrën tem, kur ka thonë që ka me bon gusht. Ajo, pse ka që largë është dasht me bo ma herët, a din me njëherë fillojnë këto, kështu që veç
se kom diskutu shumë, se kur, qyshte, në fakt se kom përmend e që jem të bodasëm njëherë. Qka të ndodhë, mbetet të shijet. Djellza së fundmi kur është zoj dashurin. E pike është edhe njohja me partnerin dhe nisja e gjithçkaje. Me Drinin më ka shkru. Një vajza halës tem ka qenë të punu në firmën e Drinit. Edhe më ka pa në Instagram të vajza halës tem, kur kemi dalë na për Halloween, bashkë për natën e shtrigave ka gjetë një shtrigë. Më ka pa në Instagram të vajza halës tem, edhe i ka shkryta se ka thonë, që qikën e dajës, diqka shumë e kitë mirë. Kjo ka thonë, po, dhe kjo që sa është të dash me folë me ty. Ne kena përmen shumë herë me qikën e halës tem, ose vajzën, e halës Drinin. Unë nuk e kom ditë kush është Drini, që është do këtë Drini, veç e kom ditë që Blinera, qikë halës tem, punon atë. Edhe tash, kur ma ka përmen e distar, po kena bajgar, Drini, po se disha kush është. Edhe më pa të shkru ma ndej, më ka shkru për Halloween që ashtu diqka, edhe ma ndej kena fillu me fol, kem fillu me dal, edhe sot jem të martu. Sot jeni të martu? Po. Prej Gjilanit në Gjakov, aj pi Gjakov në Gjilan, që keni mushmenën familjes? A din qysh, Drini ka qenë vetë se të jetu këtu, edhe unë isha të jetu këtu se isha në studime, edhe nuk ka pas naj diqka për një aspjegu prindve, ose nuk është që jam tuto nëse jam frigu prej prindve që kanë me ndonë jo. Unë e di që prindve me besojnë në zgjedhjet e mija, kështu që kushdo që kish mujt me qenë, ata e kishin aprovu. Edhe Prishtina da ka majt bashkum, se nëse unë kisha qenë Gjilana, në Gjakov, zbesoj që kisha mujt me njoftun ashta. Se për një me largë, ma për para shkojnë Koks se që shkojnë Gjakov prej Gilanit. Vërtet është edhe kja. Po familjarë që Drini që shkanë një prit, vjerria, sakse. Shumë mirë. Edhe kushtoj që vjerat e Gjakovës jenë shtira është gënjeshtër. Unë e kaloj shumë mirë me vjerën tem. Edhe me vjerin, janë të mrekullueshëm. Janë të dashun, janë të mirë, më kanë me prit. Nuk mi me ta spjegu, edhe ata kanë ditë qatë shumë për profesionin tem si aktore, për teatrin, kanë ditë në ashtë asane shumë a shumë se onë. Edhe më vike mirë se më isha me zhvillu bisedat ndryshme me ta. Po foli për fillim se ta është normal që është halo ma letë. Po e kam një raport shumë të mirë me ta. Shumë mirë me ta, aja kim su ta bjatin që thojnë, edhe nej trek Gjakov si jam ki marrë aty në për... Që ta tregojën e ty. Shkova në shpe, mas jo martu javën e dytë kam shku në shpe si bi kësa here. Bi. Edhe ta shprap është dashtë më që me i bukrit punë të shpis. Edhe tha, të vjeria jam, ashtu, sta herë shkoj nuk është që mblojnë me bot diqka. Kështu që, thash a diqka, kër shkova në shpe, one kër shkoj porrit të vjeria jam, se s'pomnjën kur gjë me bo, këtu me bo krejt punë, atje porrit si princesh. Kështu që është e kondër ta. E une nuk jo mësu, kër shkoj dikon, gjithmonë qona dhe pse musafir. Me bo një diqka, një gotujni, a diqka do, plus kur jenë nuse, pritet prej temas shumëte. Edhe, ja kom tregu në shpe këtë dukuri që bëndodhë ka anë e Gjakovës që s'pilojnë nusët me bukur gjofi majnë shumë mirë. Se ka na, do të gjithmonë nusja me u qumë i bukri canët, me bo atë hyzmetin që thojnë. Edhe u konë tjepër interesant për mu se s'u ngalion kur gjo me bo dhe halash që ashtu. Edhe gjithon po shkojt e vjerria, zvi më këto, vi rini orë edhe këthejnë atë ata se kur gjo bre së mlojnë me prejkë. Pas këni farë pushini prej vjerris, po ta jatë kanë që si me do. Ose nashta kjo është veç fillimi. Masa ne do të më që? Me tonë, hajde që djelë s'ka pak një ma. Ja, s'ka shansë, për një menë shumë të mirë. Se di, Gjakovarët e kanë zemrën tem. E kanë, po, normal, ja këtë jetë edhe zemrën e E po. Kështë me marrë dorë 2000 dalo, ma i ki qef këto, do mi bo? Jo s'ko marrë dorën dikujt hala. S'di, po s'bësej që është najfarë procedure me marrë një dorë. 2000 dalo ma jo nuk më pëlqenë, nuk kam i vesh najherë. Edhe fatmirësisht nuk e kam as vjerin që më detyrojnë me bo diçka të tillë, se shumë shpesh i ndodh nuse për hatër të vjerës, që e kuptoj se nashta edhe unë për hatër të vjerës e kisha vesh, po me qenë se as ajo nuk është që më detyron, jena shumë okej, kështu që nuk kam i vesh. Në kuadër të personazheve në TikTokun e saj, a mund të kemi një tjetër dema, këtë rast motrën në rrjetet sociale? Jo, po ka njëherë kam qaf ashtu me marrë mas vete dhe ato adin. Thot, apo me pe mu pra një përqindje, ma si po vi me ndi mu për ideu se për diqka i tonë po, gjithqysh, veç hajde të ndimam.
Jo, ajo e kom ekspozu në disa video, po jo shumë. Ndonë se në rrugtimin si aktor është ende në fillimet e saj, Djelza nuk ka kompleks t'i numëroj të preferuarit nga garda e të mëdhenjve. Për shqiptarë më pëlqen Luan Joha, Nasser Rafuna, Ilire Vinca, Ylka Gashi, edhe ose di vërkrit janë shumë të mirë, që ta ma për kujtot ashtu që këm dashtë edhe si fmi, Gresa Pallaska. Gresa Pallaska, një rol që ki patë shef, shumë kena ndjek shumë seriale Kampania jonë, që ka ka shpeja, shumë seriale të rëshme, cilë është një vetë që këtë patë shef me lutë për serialeve të vjetra që e lutë në sotë edhe Shqipëri. Rolin e Meles, të Kafenea, shumë e du, ekstrem. Këtë mund është vëqë pak me na po rolin e Meles në shqipë për pak. Sa zabër. S'po du me. Shumë e du se shumë shpesh e gjej vetën të folë si kur Melja. Edhe unë jam një farë Melja në shpe, që bojna e gore. Po më pëlqen shumë, edhe më pëlqen shumë që Nasser Rafuna është një prej aktorëve që ka bo super ndryshime në krejt rolet e tij, se cili rol e gjen ndryshe. Për shkak është edhe një prej preferumëve të mi. E me që dasëm njo, këtë vit do jetë full me punë, e sigurt është që nuk do të na mungoj përmes angazhimeve të saj në disa dimensione. Këtë vitin shfaqe projekte të reja, e kam 3 shfaqe që kam i punu, kismet. Edhe besoj me një serial 3 kena marrë shumë shpejt. Kam marrë dhe disa oferta tjera, cilat jo malote i shyrtu. Normal me TikTok bam bum, si gjithmonë, sidomos verës që puna, ka shumë ma shumë punë, jam tepër ma shumë ngarkume, po që është shumë mirë, se unë një ditë me najtë, nëse si jam do bo diqka, më kapin krizat, pse jam të najtë që shtu, do të më që me punu me bo diqka. Kështu që sa jem 3, do të me punu. Qatë profesion që ke vendos me zgjedh, realizoj edhe që e deri në fund, se ma mirë është me dështu në atë qka ti e ke vendose në atë qka ta vendos dikush tjetër. Po gjetë e qajta kejtë të pëmdohë. Po, ma mirë dështo aty ku ti ke vendos me shku, sësa ku ta kanë imponu familja ose dikush tjetër, se unë për veti jam shumë e kënaqur edhe mendoj që ja kom arrit me një farë forme me realizu që ato që unë e kom dashur.